Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri dhe kudo në botë. Jemi tani më në episodin tonë të 75. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje miq të dashur. Jam shumë e njohur që kemi arritur kaq larg, jemi në një episod tjetër, 75. Kemi ecur goxha. Unë jam shumë e lumtur që ju vazhdoni të shikoni episodet tona dhe ju ftojmë që të vazhdoni ta bëni këtë, sigurisht ta shpërndani edhe me miqtë tuaj, të na bëni like, të na mbështesni edhe në platformat e tjera YouTube, Facebook dhe Instagram. Po, doja thjesht të përmendja faktin që ne jemi duke kërkuar për të ftuar të rinj, nëse ju keni dëshirë të merrni pjesë, jeni të mirëpritur të vini në podcastin ton, por një thirrje të veçantë kam për misionar të kthyer, sepse ne mendojmë që historitë e tyre janë tepër të veçanta dhe duhen të dëgjuar, kështu që nëse je një misionar i kthyer ose njeh dikë që ka shërbyer një mision në Shqipëri, ju lutem na kontaktoni sepse ne jemi të disponueshëm për të ofruar një platformë ku ju mund të flisni rreth eksperiencës që ju keni pasur në mision, dhe nëse nuk mund të flisni në shqip, s'ka problem, ne mund të akomodohemi për ju, kështu që ne mezi po presim që ju të na kontaktoni. Dhe me këtë, a mund të na prezantosh të ftuarin tonë të radhës, Enida? Patjetër, me shumë kënaqësi, fakt edhe i ftuari jonë është një misionar i kthyer. Ai është Tyson Brinkenhoff, një iri 20 vjeçar nga Utah, i lindur në St. George në 26 shkurt 2005 dhe aktualisht është banues në qytetin e vogël Greendale. Ai u pagëzua në vitin 2013 dhe është rritur me vlera të forta besimi, disipline dhe shërbimi. Tyson punon në restoranti familjar, është pjesë e Utah Army National Guard si specialist i kontrollit të zjarrit për raketa dhe artilleri, dhe ka një pasion të madh për sportin, muzikën, veçanërisht kitarën, natyrën dhe eksplorimin. Ai ka shërbyer për 2 vite si misionar në Shqipëri, duke jetuar në Tiranë, Vlorë, Pogradec dhe Elbasan, një përvojë fakt që e ka formuar thellë si njeri dhe besimtar, dhe sot ai kombinon energjinë rinore, përkushtimin shpirtëror dhe dashurinë për njerëzit në gjithçka që bën. Tyson, mirë se erdhën në podcastin ton. Faleminderit, mirë se erdhëta. Shumë faleminderit edhe një herë që pranove këtë ftesë. Ne jemi shumë i njohës për misionar të kthyer, siç e përmendëm, dhe e di që ti je shumë freskët nga ardha jote e misionit, vetëm 3 javë konfirmove, edhe mezi po pres që të dëgjoj rreth eksperiencës së misionit tënd, por gjithashtu dhe rrugtimit të besimit tënd. Kështu që menjëherë unë dua të pyes tani Tyson rreth vendlindjes, sepse mendoj që aty ka filluar gjithçka për ty. Na fol pak, sa po dëgjuam, ti je lindur në St. George, Utah, kam dëgjuar që është një vend shumë i bukur, por tani jeton në Glendale, është një qytet i vogël. Si kanë ndikuar vendlindja jote në rritjen tënde? Po, St. George është një qytet më i madh se Glendale, është e vërtet, por nuk është që kam kaluar shumë kohë aty në St. George, thjesht linda aty dhe pastaj lëvizëm këtu në Glendale dhe kam jetuar këtu dhe jam rritur këtu. Po, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur që të jetoj këtu në një fshat të vogël me njerëz, me kushërinjtë e mi, me gjyshërit e mi edhe. Po. Më duket shumë e habitshme që ekzistojnë këto vendet shumë të vogla. Na fol pak më tepër për këtë, si është të lindesh në një vend kaq i vogël, domethënë që nuk ka shumë njerëz, si ka qenë fëmijëria jote, si e mban mend? Po, mendoj, më erdhi në mendje kjo frazë që është nga Bibla, që është a jam unë rojtari i vllait tim, edhe kjo është e fraza Keni që ai tha pasi që ai vrau vllajën e tij Abelin, duke na kuptuar një refuzim për të marrë përgjegjësi për të tjerët.
por këtu në Glindell, për shembull, ne të gjithë jemi lojtarë të njëri tjetrit edhe kur të kem unë një ditë të keqe, e di që kam të afërmit të mi që do të më ndihmojnë, edhe në qoftë se një nga të afërmit të mi do të kenë një ditë të keqe, unë gjithashtu do e ndihmoj. Edhe është e bukur që ne kemi një komunitet të bashkuar që mund të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe që mund të ndihmojmë ata në, që janë në nevojë. Mm. Po, shumë interesante kjo që ju ndihmoni njëri tjetrin sepse duke qenë një siç e the vetë komuniteti i vogël, ju e njihni njëri tjetrin por edhe suportonit njëri tjetrin sepse me aq pak numër siç jeni, domethënë ju keni vetëm njëri tjetrin. Shumë interesante kjo. Mund të na ndash ndonjë vlerë që mban mend nga mënyra e jetesës si prindërit ju kanë rritur ju si fëmijë? Po, prindërit mi janë shumë besimtarë, gjithmonë ata kanë qenë antarë të kishës tonë edhe normal që ata na kanë rritur brenda Ungjillit edhe brenda parimeve të saj. Edhe një vlerë është, mendoj që është një etik pune që kam marrë nga prindërit e mi, babi im gjithmonë ai ka punuar shumë fort në të gjitha punët e tij edhe gjithashtu gjyshi im ka qenë një shembull shumë i madh. Prandaj do them që një punë etike apo një etik pune, Mhm. Më pëlqen shumë, duket sikur më pëlqen shumë se si ju jeni rritur së bashku, besoj se aty ku ti ke jetuar gjithë e njihni njëri tjetrin edhe jeni afër njëri tjetrit, që është gjë shumë e bukur që nuk e gjen në qytete më të mëdha apo edhe në Tiranë, në Shqipëri së fundmi. Dua të di pak për besimin tënd, Tyson, si është ndërtuar besimi yt, ti the që familja jote është besimtare, po si u prezantove ti me besimin, si fillove të kesh besim në Jezu Krisht? Po, unë në fakt nuk kam qenë një fëmijë shumë i bindur apo i mirë në mendjen time ndaj prindërve të mi, por prindërit e mi akoma ata kishin dërim me mua edhe më kanë rritur brenda Ungjillit edhe unë kam pasur um, sa, sa përvoja që më kanë shtyrë që të besoj në Jezu Krisht edhe që të besoj në Ungjil. Edhe më erdhi në mendje shkrimi nga mbreti i Benjamin që ai ka thënë që duhet të mendojmë për gjendjen e lumturisë të atyre që i binden urdhërimeve të Perëndis. Edhe kjo është një gjë e madhe që unë kam vëre në familjen time, ata që po i mbajnë, po i mbajnë urdhërimet e Zotit, ata janë më të lumtur edhe më të suksesshëm. Shumë mirë. Edhe me aq sa the kuptohet që familja jote me të vërtet ka pasur një rol shumë shumë të rëndësishëm të pasurit besim. Po a kanë ndikuar ata në vendime të tjera të rëndësishme të jetës tënde? Nuk e di, pagzimi apo gjëra të tjera që ti ke bërë, të kanë shtyrë që ti të jesh besimtar? Po, prindërit e mi për shembull, kur kur ishim më të vegjël, unë motrat e mi edhe vlezërit e mi më kujtohet një eksperiencë që motra ime ajo kishte një stërvitje basketbolli pas shkolle dhe unë kisha një stërvitje vrapimi në orën 5 edhe vllai im ai kishte punë në, edhe punën që e bante natën. Edhe prindërit e mi nuk dinin çfarë të banin, që mund të kishim një studim të shkrimeve të shenjta. Prandaj ata do të na zgjonin nga ora 6 në mëngjes që mund të studionim shkrimet e shenjta të së bashku. Edhe në atë kohë ishte pak ngacmuese për mua edhe pak të bezdishme, por tani jam më i pjekur edhe kam realizuar që ishte një bekim shumë i madh. Është shumë gjë e mirë pas në nisur ditën siç thuhet, edhe po me sakrificë dhe nga ana juaj, sidomos në moshë të re, e kuptoj që është e vështirë të zgjohesh herët. Ë, doja na flisje pak edhe the që ke motër dhe vëllezër, na trego pak si ka qenë marrëdhënia juaj, sa fëmijë jeni. Po, jemi 7 në familjen time, kam 2 prindër edhe kam 2 vlezërit më të mëdhenj, edhe kam një motër më të madhe edhe një motër më të vogël. Um, Kështu që jam i para fundit i pesëve,
edhe kam pasur dy vlezër më të mëdhenj edhe ta kanë qenë shumë të rep në mua dhe më kanë bërë të fort. Më vjen mirë që keni qenë, ke pasur me këtë luash dhe ke pasur mbështetje e motrave dhe vëllezërsh, gjë shumë e bukur. Tani doja të na flisje pak për pagëzimin tënd. Na ke thënë që je pagëzuar në 2013-ën, po çfarë kuptimi ka në ditët e sotme pagëzimi yt për ty? Po, me që ishte vetëm 8 vjeç, më kujtohet shumë nga pagëzimi im. Edhe shumë njerëz do mendojnë që është një gjë e keqe, por unë them jo, sepse pagëzimi nuk do të thotë që duhet të kuptojmë Ungjilin në mënyrë të përkryer. Edhe jemi bërë si Krishti, në qoftë se ishim të përsosur, nuk do të kishim nevojë që të merrnim përja sakramentin. Prandaj unë mund të mendoj që pagëzimi është pak a shumë si një port, edhe na bën të mundër që mund të jemi në rrugën e drejtë. Edhe edhe pse nuk kujtoj shumë nga pagëzimi im, më kujtoj që mamaja ime um, më detyroi që ta agjeroja përpara se të pagëzohesha, edhe kjo ishte hera ime e parë që ta agjeroja, edhe ishte një eksperiencë e bukur, edhe mendoj, mamaja ime më ka thënë që sepse s'më kujtohet mua, por mamaja ime më ka thënë që unë isha gati për të pagëzuar pasi që ta agjeroja. Mm. Në pëlqen shumë kur dëgjojmë histori që pagëzimi ka ndodhur për shkak të një lutje apo në një argjërimi, dhe sidomos kur pagëzohemi, e kam fjalën për moshën 8 vjeçare, sepse si një fëmijë mendon që është një diçka shumë e bukur që të mbahet mend për gjithë jetën. Kështu që faleminderit që ndave këtë me ne. Unë doja të pyesja tani, Tyson, në lidhje me çfarë ty të lidh me Shqipërinë, me shqiptarët, është misioni jot me kohë të plot. Na fol pak për momentin që ti more thirrjen për të shërbyer në Shqipëri. Çfarë ndjeve në atë moment kur more vesh që ti do të shërbeje në Shqipëri? Po, në fakt, unë e marrë thirrjen time si misionar në një mënyrë që nuk është normale, sepse zakonisht me shokët e mi për shembull ata kanë pas një festë të madhe me gjithë familjen e tyre, por unë isha në ushtrimin tim bazë për ushtrin, edhe kishim vetëm 5 minuta në telefonin ton çdo javë. Edhe e shikova edhe e vëra re që kishte një notifikim në telefonin tim edhe ishte thirrja ime për misionin. Edhe e hape edhe e pas që do shkoja në Shqipëri edhe e ndjeva në të vërtet se ishte një ftesë nga Zoti. Edhe pse nuk e dija ku ishte Shqipëria edhe nuk e dija çfarë ishte gjuha shqipe, sepse nuk isha shumë i mirë në shkollë, sidomos me gjeologjinë, prandaj nuk e dija çfarë ishte. Por ishte emocionuese, pak friksuese, por me paqe në zemër. Edhe pastaj si ishte drill sergeant, do më thënë ai udhëheqësi i ushtrimeve të mia, ai më mori telefonin edhe thjesht nuk e dija çfarë ishte Shqipëria, por siç kam thënë, e dija që ishte një ftesë nga Zoti. Tani po shkojmë edhe një foto ku ti je me shokët e tjerë të misionit, apo jo, në MTC, është këtu? Po, apo ishte. Po. Çfarë më pëlqen këtu, po e vë re që ti je një nga të vetmit misionarët që po bën shkabën e Shqiponjës me duart e tua. Nuk e di, a dje ndonjë gjë për Shqipërinë apo mësove diçka sapo more thirrjen e misionit? Në fakt, hapa Google Translate me njëherë, edhe shtupa hello, aty edhe doli tunxha tjeta. Edhe në atë kohë u dorëzova, sepse unë e shqiptova kështu si tung gjat gjeta. Edhe nuk e di çfarë ishte gjua, edhe unë isha shumë i hutuar, edhe më çuditi shumë në fillim, edhe por me dërim edhe me ndihmën e mësuesve të mi në më të ca, në fund të fundit ja dola mban. Po.
është e vërtet që është një bekim nga perëndia që të mësoni një gjuhë të huaj, ndoshta një nga gjuhët do thosha më të vështira në botë, por është me anë të frymës së shenjtë edhe me anë të thirrjes tuaj hyjnore që ju mësoni këto gjuhë për të predikuar ungjillin pastaj në të gjithë botën. Doja të pyesja tani si ishte përjetimi jot I parë kur mbërrite në Shqipëri, në Tiranë. A ishe domethënë I befasuar? Si ishin pritshmëritë e tua kur ti mbërrite në Shqipëri? Po, kjo është kjo është një histori pak qesharake, por pasi që të dilja nga avioni, shkova në banje edhe vëre që tualeti ishte në formë katrore. Edhe mendoj që të gjitha tualetet e Shqipërisë do ishin kështu edhe u mërzita pak. Por realizova që nuk ishte kështu. Edhe u takova me një trajner shumë të mirë, Elder Bredikin, edhe më trajnoi në një mënyrë të saktë edhe ishte shumë mirë për të takuar me të gjithë anëtarët të lagjes së parë të Tiranës, sepse më kanë mirëpritur me krah të hapur. Po, është shumë e vërtet kjo mikpritja është një nga gjërat që cilësohet shumë nga ata që vinë në Shqipëri kur shërbejnë misionin, por nuk e kisha dëgjuar kur që diçka e veçantë ishte në tualetet e vjetra të Shqipërisë në kohën e komunizmit. Po, edhe unë do të shokohesha nëse do të vjen në një vend dhe të shifja diçka të tillë, po mbet qefi që ishte një eksperiencë e bukur për ty. Doja të pyesja sepse ti ke shërbyer në 4 vende në Shqipëri, na ke thënë në Tiranë, Vlorë, Pogradec, Elbasan. A mund të na ndash shkurtimisht që çfarë ke mësuar nga secili vend ku ti ke shërbyer? Po, e pak për ta, por në Tiranë mendoj që kam mësuar se si të bësh shok me kado. Përpara se të ikja në misionin tim, unë kisha një grup shokësh, edhe unë isha shumë I ngushtë me ta, edhe ata që s'më pëlqejnë për shembull nuk do të merrem me ata. Por në misionin tim mësova se si unë mund të pajtohem edhe me ata që s'më pëlqejnë. Edhe kjo është tamam si Krishti, ai ka bërë kështu, ai ka thirrur shumë njerëz të ndryshme, shumë njerëz të ndryshëm për punën e tij, edhe pse nuk ishin të përsosur, ai ka punuar me ta. Në Vlorë mendoj që ka mësuar se si funksionon kisha në një nivel humanitar, sepse kishte përmbyti gjatë kohës time aty, edhe kishim mundësi që të bashkëpunonim me kryqin e Kuq, edhe ishte një bekim shumë I madh, që unë mund të shikoj që kisha, kam dëgjuar gjithmonë që kisha bën shumë gjëra humanitare për nevojtarët, për thjesht nuk e kam parë në jetën time përpara, sepse çdo njeri, prindërit e mi për shembull nuk kanë marrë ndihmë nga kisha, por mund të shifja drejt për drejt si po përdoren këto ofertë të agjërimit edhe fondet e së dietës, edhe ishte e bukur. Në Pogradec besoj se u bërën një njeri më I kuptueshëm, sidomos duke e kuptuar njerëzit që ishin krejtësisht ndryshe se unë. Kisha mundësi që të shërbeja aty në këshillin si ishte, domethënë në një nivel të degës, edhe kishte ca njerëz me të cilën nuk u pajtova shumë, por akoma mund të punoja me ta, edhe mund të ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua. Në Elbasan besoj se kam mësuar dërim, sepse ishte të fund të misionit tim, edhe unë isha pak I mërzitur, edhe unë ishe gati për të përfunduar misionin tim, por akoma besoj se kam mbaruar misionin tim në një mënyrë të mirë. Po, më bëhet shumë qefi që ke patur mundësinë të eksplorosh Shqipërinë në mënyra të ndryshme,
edhe në krajinat e ndryshme, sepse duke shkuar në këto qytete që janë të veçanta, mëson diçka që është e ndryshme nga njëra tjetra. Kështu që mbet qefi që ke patur atë mundësinë. Doja të pyesja, kishe ndonjë eksperiencë me ndonjë antar, si ishte përkraje që ti more nga antarët shqiptar gjatë misionit tënd? Po, ka marrë shumë nga të gjitha anëtarët, por një histori që më kanë ardhur në mendje ishte nga vllai im Giulio Salimaj. Ai ka qenë në këtë podcast përpara, por një herë në Vlorë shikuam një film që ishte për jetën e Joseph Smithit me të rinjtë, edhe ishte një përvojshëm e bukur. Pasi që të mbaronte filmi, Giulio ai tha që ai e dinte që ishte e vërtet, edhe që ai e dinte që Zoti e dinte që ishte e vërtet. Edhe këto ishin tamam fjalët e Joseph Smithit, kur ai dinte që ai duhet të vazhdonte me punën e tij. Edhe pas kësaj ai pranoi ftesën që të pagëzohej, edhe ishte një gjë shumë e bukur. Duket sikur ke qenë i lidhur edhe me shqiptarët. Edhe dua të bëj një pyetje. Çfarë të ka pëlqyer ty më shumë të shqiptarët, Tyson? Mendoj që mikpritja e shqiptarëve është e pashoqe. Kam shumë eksperiencë kur isha duke i përkitur në derë të ndryshme, edhe një njeri që nuk e njifja do të më lejonte që të vije në shtëpinë e tij, dhe ai do të më ofronte gjëra të tija. Edhe pse ai mund të ishte i dobët nga ana ekonomike, akoma gjithmonë shqiptarët janë gati për të ndihmuar një të afërm. Edhe kjo është një gjë shumë e bukur për mua. Është vërtet shumica akoma e ka të mikpritjen, se po ndryshon pak edhe këtu, po është vërtet janë njerëz mikpritës shqiptarët. Më bërë shumë përshtypje që ti po përshkruaje se si kishe ndryshuar ti, se çfarë kishe mësuar në katër qytetet e ndryshme gjatë misionit tënd, po doja dija si të ndryshoj ty Shqipëria si njeri dhe si besimtar. Si një besimtar, besoj se duke bërë gjëra të vogla në jetën time, unë jam bërë një njeri e ndryshe, sidomos duke u lutur, duke lexuar shkrimet e shenjta, edhe duke i bërë ato si zakone. Më kanë ndryshuar krejtësisht si një njeri, nga sjelljet e mia, nga fjalët e mia. Po, edhe thjesht kam marrë shqiptarët si një shembull për mua, se si unë mund të jem një të afërm më të sjellshëm, edhe si unë mund të jem më i mirë me shokët e mi, jo vetëm me shokët e mi, për edhe të huajt. Po, është me vërtet faktikisht kur po tregoja më përpara, më bëri përshtypje që ti the që unë mësova të punoj dhe me njerëzit që nuk më pëlqenin apo nuk bija dakord. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që besoj ke mësuar dhe e ke thelluar më shumë gjatë misionit apo jo. Po, është shumë e vërtetë. Edhe akoma do të vazhdoj së mësuari këto parime, sepse edhe Zoti ai ka mësuar hir pas hiri, edhe ashtu do të mësoj edhe neve. Po. Është vërtet, do të durojmë deri në fund, të mësojmë deri në fund të jetës tonë. Më trego pak se si ishte për ty që të mësoje shqip, ti e flet shumë mirë faktikisht, po a ke pasur vështirësi që ti të njihesh dhe të jetosh një kulturë ndryshe nga jotja, edhe një gjuhë ndryshe? Po, faktikisht bëra një klasë në gjimnaz për spanisht, edhe bëra vetëm një semester, sepse nuk e kapa dot, edhe dështova komplet. Prandaj kur e mora vesh që do të mësoja një gjuhë që ishte shumë e rëndë, u mërzita shumë, sepse doja që të mësoja diçka e lehtë si spanisht, apo nuk e di, një gjuhë latine, më kupton? Por e bëra sa
kërkesa në Google edhe realizove që gjuha shqipe është një nga gjuhët më të vështira, sidomos për një Amerikan për të mësuar, por e, kam vendosur besimin tim në Zotin edhe e dija që edhe pse nuk jam njeriu më i zgjuar në botë, Zoti më ka përkrahur edhe më ka ndihmuar që të mësoj këtë gjuhë të bukur. Shumë, ka shumë rëndësi besimi apo jo, sepse kur vjen besimi në Zot, ai e gjen rrugën për na i lehtëson të barrat edhe sigurisht mësojmë gjuhë të vështira si shqipja. Po, Po, më kujton një eksperiencë që po lutesha një ditë edhe thjesht doja që të mësoj gjuhën shqipe shumë edhe kjo ishte gjatë trajnimit tim edhe besoj se ka marrë një përgjigje që nëse doni që të mësoni gjuhën shqipe, duhet të përpiqeni që të mësoni edhe duhet të bëni më shumë se një misionar i zakonshëm. Edhe ashtu kam filluar të bëj, do të dëgjohesha më herë që të studioja gjua, fillova të bëja studimin tim personal në Shqip, fillova që të flisja gjatë ditës në Shqip, aq shumë sa mundesha. Edhe besoj se kur ne vendosim që të bëjmë diçka, Zoti do të na përkrahë, do të na përkrahë që të bëjmë këtë. është shumë e vërtet. Besoj se këtu e ke ndier sa mirë kanë bërë prindit që të kanë zgjuar herët për studim të shkrimeve. Ah, Po nga ana kulturore, si ishte se normalisht Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshojnë shumë dhe nga ana kulturore, a ke pasur, nuk e di, ndonjë shok apo çfarë të ka pëlqyer nga kultura, si ka qenë përshtatja në kulturë tjetër? po, në fakt, njerëzit që më pëlqejnë më shumë janë gjagjellarë të Shqipërisë, janë shumë të mirë, janë njerëz shumë shumë mikpritës edhe më pëlqen shumë muhabeti i tyre. Më kujtojnë shumë ata për gjyshin tim, sepse ai gjithmonë ai pi shumë dhallën edhe kur erdha këtu në Shqipëri e dëgjova për dhallën, për nuk e dija që ishte ajo që gjyshim po pinte, edhe për mua gjithmonë më kanë shpifur, por momenti që realizova që shumë shqiptarë e pinë edhe këtë pije, i thash gjyshit tim që shqiptarët janë të mamë si ti. Unë më surprizova në fakt që ku jeton ti e përdorin dallën si tek ne, se me sa kam parë në shumica e amerikanëve nuk e njohin, në kohë si juaj është më ndryshe, më ëmbël, kështu që edhe unë u surprizova që nga kështu, po ne e pëlqejmë shumë dallën. Bulnetit. Pyetja ime e fundit për këtë temë është doja të dija se çfarë ti u ke treguar apo të vazhdosh të tregosh miqve të tu për Shqipërinë. Besoj se e kam mërzitur shokët e mi, sepse gjithmonë flas për misionin tim edhe për eksperiencat e mia, por shiqur që shokët e mi ishin gjithashtu misionar, prandaj flasim shumë me njëri tjetrin për eksperiencat e misioneve tanë. Por ajo që për të cilën flas shumë është natyra e Shqipërisë, është një vend aq i vogël, por është si një thesar i fshehur nga bota, sepse nuk ka shumë njerëz që e dinë, sepse këtu në Amerikë, nëse ka një vend të bukur për shembull, ka shumë njerëz aty edhe është një vend shumë i zanë edhe njerëz janë të ngarkuar aty edhe është e vështirë për të kap foto, por aty në Shqipëri ka vende shumë të bukura edhe nuk ka shumë njerëz, edhe është qetësi tamam. Po, është shumë ndryshe. Më bëhet qefi që ti vazhdon për hap fjalën rreth Shqipërisë, sepse ndonë është kaq e vogël, ka një pasuri shumë të veçantë, dhe unë e di që kur një i huaj vjen në Shqipëri për herë të parë, dëshiron shumë që të kthehet përsëri, sepse habitet rreth vlerave që ne kemi, bukurisë natyrore, por edhe çfarë veçanton këtë vend kaq të vogël, por me një domethënie të madhe. Kështu që faleminderit që po ndan këtë me miqtë tu aty në Amerikë. Unë doja të pyesja rreth misionit tënd, sepse vura re që diçka tepër të veçantë që ndodhi gjatë misionit tënd është përdorimi i teknologjisë. Gjë që për mua, kur kam qenë në mision para 10 vitesh,
nuk ekzistonte. Ne kishim një ato telefonat e vjetër, Nokia, Motorola, që s'kishte internet, edhe tani habitem se si misionarët përdorin internetin. A mund të na thuash se si të ka ndihmuar teknologjia për të predikuar ungjillin aty në Shqipëri? Po, nuk e dija që ti ishe aq i lash Gjoni, që ti ke përdorur Nokia dhe Motorola fare. Dhe shpjegoj. Uh, është një bekim shumë e madh, sepse në Shqipëri për shembull të gjithë janë besimtarë, por është pak e vështirë për të punuar si misionar, sepse ata nuk e kuptojnë rëndësinë për pagëzimin apo për të vajtur në kish apo për të bërë ordonanca shpëtuese. Por me ndihmën e Facebookut edhe Instagramit kemi bërë shumë reklam, edhe njerëzit mund të bëjnë këto reklame edhe pastaj do të na vinë në sistem. Edhe pastaj mund të kontaktojmë këto njerëz që kanë interes për të mësuar për Ungjillin. Edhe ka qenë një gjë shumë e mirë në mendjen time, sepse gjithmonë gjatë verës edhe gjatë dimrit mund të jetë pak mund të ketë vap edhe mund të ketë pak ftohtë. Por mund të kishim këto mënyrë të tjera që mund të plotësojmë punën misionare në Facebook, duke mos u mërzitur shumë. Po më pëlqen kjo. Dhe nëse mund të shtoja diçka se kam parë unë vetë, do të thënë është që teknologjia të mundson që ata njerëz që e kanë të vështirë për të përballur me misionarët, si thua face to face në person, mund të kenë këtë mënyrë më lehtësore, do të më të lehtë për ta, që të mund të afrohen, mund të bëjnë pyetje. Sepse në kohën time, domethënë, edhe pse nuk ekzistonte teknologjia, ne kishim një si thua një afrim ndaj njerëzve shumë të veçantë, por e përshtatshme ndaj kohës. Sepse në atë kohë vetëm bënim trokitje në derë apo flisim me njerëz në rrugë, po përshtaten asaj kohë. Ndërsa tani e di që teknologjia është përhapur, që të gjithë kanë akses, edhe është më lehtë për ata që të komunikojnë me misionarët. Edhe doja që të cilësoj ndoshta një nga vlerat që ti akoma e praktikon nga misioni jot, a ken diçka që vazhdon që ta bësh përsëri? Po, para misionit tim për shembull nuk është që u luta shumë, edhe nuk studioja shkrimet e shenjta shumë. E dija për shkak të prindërve të mi edhe më detyruan që të lutesha me ata, por nuk bëra shumë me vetvetjen. Por gjatë misionit tim kam realizuar që lutja është arma jonë më e fuqishme që kemi, dhe në qoftë se ne e përdorim, Zoti do të na bëj më të fortë si njerëz, edhe do të na jap përgjigjet më të sakta për pyetjet tona më të vështira. Po, shumë e vërtet kjo. Dhe në lidhje me këtë doja gjithashtu të pyesja çfarë cilëson më të vështirë nga rikthimi në jetën normale, sepse ti ke vetëm 3 javë, diçka të tillë që je kthyer nga misioni, e di që është një kohë shumë e shkurtër për të folur, por çfarë mendon do të jetë një përshtatje e vështirë pasi të kthehesh nga misioni me kohë plot? Po, për mua ka qenë rikthimi në ritmin e shpejtë të jetës, sidomos si dikush që ka tendencë të mendoj shumë, jeta mund të jetë stresuese nga një herë, për gjithmonë kur të ndihem kështu, mund të bëj një pauzë edhe mund të ofroj Zotit një lutje të shkurtër që të më ndihmoj, edhe sepse në mision për shembull thjesht ne bëjmë punën tonë dhe ne kemi vetëm një qëllim, që të ndihmoj të tjerë që të vinë te Krishti. Por në jetë ne kemi gjova, taksa, gjërat e ndryshme për të cilat duhet të merakosemi edhe duhet të punojmë. Edhe thjesht kjo ka qenë diçka që është vështirë për të përshtatur, por me ndihmën e prindërve të mi dhe me ndihmën e Zotit kam dalë mirë deri tani. Po, të përgëzoj, është nëse unë do të kthehesha në kohë, do të kisha shumë dëshirë të kisha edhe një mundësi të dytë që të bëj ato
gjëra që ti the edhe të forcoj ato gjëra, sepse pas misionit çdo njeri e përballon ndryshe, por e di që është një periudhë shumë e vështirë për të përshtatur, sepse janë si thua vende të ndryshme, eksperienca që nuk janë të njëjtat, sepse aty në mision je komplet 24 orë duke predikuar ungjillin, edhe kur shkon në shtëpi gjërat ndryshojnë për shkak të siç the ti përgjegjësive që ne kemi. Një gjë që mua më befason edhe mund të flas edhe në emër të Enidës, e di që ne befasohemi që ti ke një gjuhë shqipe shumë të bukur, edhe shumë të qartë, të thoshja, sidomos theksi që ti ke. Çfarë do të bëje ti, Tyson, që të ruaje këtë gjuhë që edhe pas disa vitesh ti mund të flisë kaq pastë dhe kaq mirë? Po, unë flas për ditë me shokët e mi shqiptar, nga Pogradeci edhe nga Vlora, dhe mendoj që kjo është mënyra më e mirë për të mësuar një gjuhë, është për të praktikuar dhe për të folur. Thjesht shpresoj që mund të vazhdoj me këtë gjithmonë. E kam telefonin tim në Shqip, kështu që mjetet e mia janë në Shqip, edhe unë mund të vazhdoj duke lexuar librin e Mormonit në Shqip, duke shikuar konferencën e përgjithshme dhe duke bërë këto gjëra të vogla, shpresoj që mund të ruaj gjuhën sa më mirë. Je në rrugën e dur, edhe vazhdo kështu, se jam e sigurt që do vazhdosh të ruash shqipen kaq mirë sa tani. Tyson, doja që të flisja pak për jetën që po bën tani, për edukimin dhe për punën tënde. Na ke thënë që ke përfunduar shkollën e mesme dhe punon në restorantin e babit tënd. Faktikisht në kohët e fundit kam parë që ti poston për punën tuaj, biznesin që keni, shumë gjë e bukur, edhe më vjen mirë që ti punon atje, ndihmon familjen edhe ke gjetur atë të thua mbështet biznesin tënd. Po çfarë të ka mësuar të punuarit atje për punën, për përgjegjësinë? Po, edhepse punë mund të jetë e lodhshme, mund të jetë, ka shumë momente që janë shumë argëtuese. Për shembull, ne jemi në mes të du parqeve nacional këtu në Utah, prandaj ne kemi shumë trafik edhe miliona makina çdo vit kalojnë këtu. Prandaj kemi shumë njerëz nga të katër anët të botës, edhe në fakt babi im ka bërë një gjë shumë e bukur në fillim të restorantit. Ai ka shumë libra të Mormonit në gjuhë të tjera, edhe që gjëja e parë që njerëzit e shohin është libri i Mormonit, edhe është në gjuhën e tyre. Për shembull, jam takuar me shumë njerëz që kanë interes sepse kanë dëgjuar për librin e Mormonit, edhe ata janë shumë të lumtur që të shohin gjuhën e tyre aty aty, edhe duan të marrin, edhe ne japim falës. Sa gjë e bukur. Pra, baba jot po shpërndan dhe ungjillin. Duket shumë ide e mirë. Bizneset që janë besimtarë duhet ta marrin këtë shembull që u bëni. Po, a ka ndikuar puna e përditshme në forcimin e karakterit tënd, në ndërtimin e karakterit tënd? Shumë mirë, si i ri ti mund të thoshe, unë kam shërbyer mision, nuk dua të punoj, se prindit e mi punojnë, ne kemi një biznes, mund të shëtis botën, për shembull. Pse ke zgjedhur që të kesh të mënyrë jetese që të punosh, si ka forcuar puna, domethënë, karakterin tënd? Besoj se familja është e parë, edhe në qoftë se ne vendosim familjen tonë së pari, çdo gjë do të bjerë në radhë. Edhe kështu që unë mendoj që duke e vendosur familjen time, duke punuar për babin tim, në qoftë se e bëj këtë, unë mund të forcoj marrëdhënien time me prindërit e mi, edhe gjithashtu mund të mësoj sa më shumë për biznesin, për financat, për se si unë mund të hap një biznes, edhe gjëra të tilla. Mendoj që kjo është më e vlefshme, për shembull, se për të shkuar në universitet, edhe që ta harxoj lekët e mia duke mësuar diçka që babi mund të më mësoj. Më pëlqen shumë kjo mënyrë mendimi. Unë këtë doja të pyesja, që
Nuk e dia, ndihesh keq që nuk e vazhdoi universitetin sepse është bërë si një trend në Shqipëri, po edhe në botë që për shembull direkt mbas misionit apo mbas shkollës mesme, njëri duhet me patjetër të bëj universitetin. Po ti na tregove dhe mua më pëlqen dhe kjo mënyrë arsimimi, më thënë njeriu mëson në punë, mëson duke takuar njerëz, kështu nuk është mënyra e vetme të shkuar në universitet, po ka mënyra. Ne mund të lexojmë vetëm, të mësojmë vetë, kështu më pëlqen shumë mënyra se si ti e shikon, jo domosdoshmërisht, të gjithë ka një rrugë, të gjithë duhet të bëjnë universitetin. Është shumë e mirë, nuk them. Unë kam zgjedhur ta bëj universitetin, por kam menduar që jo për çdo kënd, do të thënë kjo është mënyra e dur. Disa njerëz kanë nevojë të zgjedhin profesione dhe kanë rrugë të ndryshme. Na the që ti ke interes për financat, investimet, na trego pak për interesin tënd të kjo fushë, pse tërheq, çfarë të pëlqen këtu? Uh, Mendoj që ka marrë këtë interes nga babi im, sepse ai ka qenë kontabilist e ka pasur një biznes për taksat, edhe gjithmonë ai më ka mësuar që duhet të mësojmë jo se si të punoj për para, por të mësoj se si mund t'i bëjmë para që të punojnë për ne. Edhe kështu që nuk duhet të jemi sklav ndaj njerëzve të botës. Edhe nuk duhet të jemi sklav ndaj lekës, për shembull, thjesht mund të punojmë edhe gjithmonë financat, aksione, gjërat e tilla më kanë interesuar shumë edhe jam marrë me këtë punë që nga fëmijëria ime. Vjen mirë. A mendon ti, Tyson, që besimi ka ndikuar të mënyra se si ti e shikon paran, pasurinë, atë ka formuar besimi te kjo pjesë? Po, në fakt ka një shpirin që do të gjej shumë shpejt, që është nga fjalët e Jezu Krishtit, që ai ka thënë në Mateus 6. Gjeta. Ai ka thënë, mos mblidhni thesari për veten tuaj mbi tokë, ku tenja dhe ndryshku i prishën dhe vjedhësit futen e i vjedhin. Por mblidhni thesari për veten tuaj në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk u prishën dhe ku vjedhësit as nuk futen dot as vjedhin. Pasi aty ky është thesari juaj, aty do të jetë edhe zemra juaj. Dhe mendoj që edhe pse parat është një gjë e mirë, edhe mund të na bën jetën më të rehatshme, akoma duhet të fokusohemi te Jezu Krishti, sepse kur të vdesim, për shembull, nuk do të marrim të gjitha paratë tona me vete. Shumë vërtet. Ky është një nga vargjet e mia të preferuara, kështu faleminderit shumë që e ndave dhe vërtet tregon se sa vlerë ka që ne mos e vëmë shpirtin ton dhe zemrën ton thjesht tek parat, po të përpiqemi ti përdorim ata për mirë dhe sigurisht të vëmë Zotin të parin. Më trego pak se si ti je shumë i zëm, punon, je i ri, ke shumë interesa, po si arrin ti që të balancosh punën, jetën profesionale me jetën shpirtërore? Po, mendoj që nuk duhet të ndahen këto dhe mendoj që në puna ime profesionale, puna ime shpirtërore, edhe puna ime fiziki, ata shkojnë së bashku, sepse çdo gjë që do të mësojmë në këtë jetë, do të marrim me vete. Do të thënë gjëra që kemi mësuar që na bëjnë që të rritemi, do të marrim me vete edhe duhet të përqendrohemi tek ato gjëra që na bëjnë më shumë si Krishti. Dhe nga një herë është e vështirë që të balancoj, për shembull, unë mund të përqendrohem shumë tek para, apo tek miqësia ime, apo tek, nuk e di, famshmëria ime, por akoma unë duhet të gjithmonë vendos Zotin parë në jetën time edhe kuptoj që jeta ime shpirtërore vjen së pari. Po, është e vërtet, më pëlqen shumë se si ti përjeton dhe nga ana profesionale, po dhe nga ana e përditshme e jetës tënde, duke mbajtur gjithmonë ungjillin aty si thua si qendra e gjithçka që ti bën. Diçka që unë kam vërë re gjithashtu që më befason rreth teje është që ti vazhdon të jesh aktivisht fizikisht e artistikisht,
Kam parë që ti merresh me vrapim, me pesha, sport, por gjithashtu dhe luajtur kitaren. Çfarë të japin këto aktivitete shpirtërore ty? Mendoj që si që kam thënë, gjithë e gjërë që mësojmë në këtë jetë, do të na përparojnë, do të na përgatisim për jetën tjetër. Dhe mendoj që duke bërë diçka që është e vështirë, për shembull në fillim të mësuarit të kitarës është shumë e vështirë sepse nuk e kalo. Edhe por me kalimin e kohës bëhet më e lehtë edhe në fillim për shembull në ato muaj të parë nuk isha shumë qef për të bjerë kitarës për mësuesi më ka thënë që kjo do të jetë një nga zgjedhjet e tua më të rëndësishme të jetës tuaj, në qoftë se do të vazhdosh me këtë. Edhe kam vazhduar edhe në të vërtet kitara më pëlqen shumë. Edhe kam kaluar shumë net në fakt në misionin tim duke i bjerë kitarës, himnet për shokët e mi në apartament. Sa me fat kanë qenë ata që ke patur këtë si thua talent, që ke shpëndar me ta, është një talent shumë i bukur, edhe më bëhet qefi që ke vazhduar këtë gjë. Po nga ana fizike, në më thënë si ke parë të jesh aktiv fizikisht, që të ndihmon ty të jesh aktiv shpirtërisht gjithashtu. Po, gjithmonë më kujtohet shkrimi nga libri Korintasve të parë, që apostulli Paul ka thënë që trupat tanë janë templi të frymës së shenjtë. Edhe duhet i respektojmë to. Edhe në qoftë se ne bëjmë to stërvitje, në qoftë se ne shmangim substanca të keqia për shembull, do të forcohemi. Edhe kjo thekson se trupat e besimtarëve janë vendet e shenjta për frymën e shenjtë, dhe do të thotë se duhet të ndërohen edhe duhet të përdoren që të lavdërojnë Perëndin, jo për mëkatin. Po, është vërtet, duhet të jemi fizikisht, duhet të jemi aktivisht fizikisht, por gjithashtu dhe që s'te vedet kanë ndikim edhe në shpirtin tonë, apo jo në besimin që ne kemi. Doja që të pyesja në lidhje me këtë gjithashtu, si e ke përjetuar lidhje midis trupit, mendjes dhe shpirtit? A mendon që kanë diçka të veçantë, diçka unike midis njëra tjetrës? Lidhja mes trupi, mendjes dhe shpirtit përjetohet për mua, unë themi si një ekuilibër i ndërsjellë, që trupi reflekton gjendjen mendore, mendja ndikon në emocionet dhe veprimet, ndërsa shpirti jep kujtim, kuptim dhe drejtim jetës. Edhe kur të tre janë në harmoni, njeriu ndihet më i qetësuar edhe mund të ndihet me paqe. Po, shumë e vërtet kjo. A ka diçka tjetër ndoshta që ne nuk e dim, që ty të pëlqen të bësh në kohën tënde të lirë, në një hobi apo diçka tjetër? Më pëlqen që ta bëj ecje me qentë mi, nuk e di. Okej, është një hobi shumë i bukur kjo. Se mos sa në Amerikë, se di në Shqipëri nuk mund të bëhet diçka e tillë, por më bëhet qefi. Nuk di pse po pritja që Tyson thoshte më pëlqen gatuaj dhe kam shkuar në shtëpi dhe kam mësuar të gatuaj brek si në Shqipëri. Nuk kam ndodhur. Kam mësuar nga antarët si që u bë byreku, për fatkeqësisht nuk e di tamam se si të tregoj edhe familjes time si që bëhet, sepse s'më kujtohet reseta. Ndoshta duhet të flasësh me një nga ato nënat shqiptare që është shumë e mirë me byrekun, të rikujtoj. Shumë e vërtet, po. Doja të flisja pak për shërbimin ushtarak,
na ka thënë që e pjesë e ushtrisë, Utah Army National Guard. Na trego pak çfarë do thotë kjo dhe çfarë të ka mësuar shërbimi ushtarak ty për disiplinën, për shërbimin. Po, po, shërben në Utah Army National Guard. Tash e realizova që kishte shumë shpërblime që vinë me shërbimin ushtarak, kështu që dola që të shërbeja. Më mësoj disiplinë shumë, përgjegjësi dhe se shërbimi ndaj të tjerëve vjen par vetës. Se si tu shërbet të tjerëve, edhe se si unë mund të harroj veten dhe se si mund të ndihmoj të tjerët. Ne kemi një shprehje që thotë se je vetëm aq i shpejt sa personi ju të më i ngadaltë në skuadrën tënde. Prandaj unë për shembull kam qenë një njeri i shpejt, por për shembull mund të kem njerëz në skuadrën time që nuk janë aq të shpejt se unë. Por akoma unë duhet të shkoj në ritmin e tyre, edhe mund të ndihmoj. Çfarë po shikojmë këtu në foto, na trego pak. Po, kjo është një garë spartane. Thjesht, besoj se kjo ishte një 22 kilometra, me ca, nuk e di si quhen këto, kishte këto monkey bars. Edhe, Në të këto që ngjitesh. po, që duhet të ngjitem edhe, nuk e di, është një gjë me babin tim edhe me vlezërit e mi gjithmonë kemi pas qef që të bëjmë këto së bashku, edhe, po, Më vjen mirë që sporti edhe stërvitja është pjesë kaq e rëndësishme për ty. Do doja të dija në fakt si të ka ndikuar shërbimi ushtarak ty te mënyra se ti e kupton sakrificën, se për shembull kjo gara spartane që bëni, besoj se kërkon shumë sakrificë, përgatitje fizike të madhe, edhe ndoshta të merr edhe kohë nga gjërat që ke dëshirë të bësh, për shembull dalësh me shoqërinë. Kështu si ka mësuar gjithë kjo përvojë ty që ti të bësh më shumë sakrificë apo ta kuptosh më mirë sakrificën? po, sakrifica për mua nuk është vetëm të heqësh dorë nga rehatia, por të jesh i gatshëm të japësh kohë, energji dhe vetëm për një qëllim më të madh. Edhe ashtu ka bërë Jezu Krishti, për shembull, ai ka dalë nga zona e komfortit apo zona e rehatisë, edhe por gjithashtu ai ka dhënë kohë, energji dhe veten për një qëllim më të madh. Edhe kjo është shpëtimi i njerëzve. Edhe unë mendoj që në qoftë se Jezu Krishti mund të jepte jetën e tij, edhe unë mund të bëj të njëjtën gjë. Edhe mendoj që shërbimi në ushtërinë për shembull është një mënyrë e mirë që të bëj këtë. Faleminderit, më bëhet shumë qefi që Jezu Krishti është figurë qendrore në gjërat që ti bën në jetën tënde. Po unë jam shumë kurioze në fakt të di, duke ditur që ushtria është edhe e vështirë, ndoshta ata që janë më të lartë se ty mund të jenë japin urdhra, mund të bërtasin, ka ato sfidat e veta. Si ja bën ti që të ruash një shpirt të qetë në një ambient ushtarak? Po, po, kanë i thënie që nuk ka qetësi në ushtri, por ka njerëz të qetësuar. Edhe kjo është që edhe pse njerëzit mund të duken të keqin apo mund të bërtasin në njëri tjetrin, është sepse ne duam njëri tjetrin aq shumë që ne kemi këto emocione. Dhe për shembull, në qoftë se një nga udhëheqësit e mi po më bërtasin, është sepse ai më duan. Edhe kjo është kjo quhet dashuria e vërtet, por gjithashtu dashuria e vështirë që të kuptoj. Por mendoj që unë mund të ruaj një shpirt të qetë me lutje, vetë kontroll dhe duke i kujtuar pse shërbej, jo vetëm si ushtar, por edhe si një njeri, edhe si një qenie njerëzore. Po.
mëson shumë rreth teje në lidhje me gjërat e ndryshme që ti ke bërë, në ndoshta gjërat sfiduese. Dhe doja të pyesë tani Tyson në lidhje me sfidat më të mëdha që një i ri besimtar mund të përballej sot, duke mbajtur më dhe eksperiencë që ti ke pasur në mision, çfarë mendon ti të ndihmon që të qëndrosh shpirtërisht i fortë për të përballuar këto sfida? Besoj se e kam folur shumë për këto, por thjesht një përgjigje është për të lexuar shkrimet e shenjta edhe për të lutur, sepse këto janë gjëra që janë në kontrollin ton, sepse nga njerë mund të mendojmë që mund të bëjmë më shumë se mundemi, por të dyja unë kam realizuar që gjithmonë mund të bëj këto të dyja. Unë mund të lexoj për ditë shkrimet e shenjta dhe unë mund të lutem Zotit çdo ditë. Dhe këto janë gjëra të vogla që kanë një ndikim të madh në jetën tonë, nëse e përdorim. Po, shumë e vërtet kjo. Janë ato gjëra që ne bëjmë që ndoshta duken si monotone, por si thua, në perspektivën e madhe që ne kemi në jetë, ato gjëra kanë një ndikim të përjetshëm për ne. Kështu që faleminderit që e theksove këtë fakt, shumë të rëndësishëm. Doja të pyes tani Tyson për të rinë shqiptarë, e di që ke pasur një ndikim shumë të fortë, sidomos edhe gjatë misionit tënd në Shqipëri. Çfarë mund t'i thosh atyre ti që po mendojnë për të shërbyer ndoshta një mision në të ardhmen, çfarë këshille ti do t'i jepi atyre? Shërbeni, bëjeni mision, sepse do të dhe ndrysha jetën. Di me këta si një dashmitar vërtet edhe si dikush që ka bërë edhe dikush që kam përjetuar misionin dhe di që është e vështirë, për akoma ja vlen edhe do të ribëje 100 herë. Vërtet më bëhet shumë qefi që e the këtë këshill shumë të bukur edhe shumë të fuqishme, që të shërbejnë patjetër, sepse fundit ajo është mënyra e vetme ose e duhur që ata do ta marrin vesh, nëse kjo është eksperiencë për ta. Unë do të japja mundësinë tani Tyson, përpara se ta mbyllni me pyetjen e fundit, që a ke një dëshmi të shkurtër që ti do të ndahesh me ne, ndoshta një dëshmi e njëjtë që ti ke darë gjatë misionit tënd për 2 vjet. Kjo është mundësia jote tani? Po, me kënaqësi do ndaj. E di që Jezu Krishti jeton, e di që ai ka ardhur këtu në tokë, ai ka jetuar një jetë përsosur për ne. Di që për hirin tonë ai ka vdekur dhe u ngrit në kryq. E di që në ditën e tretë ai u ngrit edhe u ringjall. Edhe di që ai ka kaputur rripat e vdekjes, që edhe ne një ditë mund të bëjmë këta. E di që për shkak të shlyerjes së tij ai ka plotësuar planin e shpëtimit, edhe nëse ne jetojmë në përputhje me ungjillit e tij, ai do të na bekojë edhe jeta jonë do ndryshohet për të mirën. E di që ne kemi një atë qiellor që na do edhe na kujdeset. Ai ka një plan për ne, ai na njeh personalisht edhe në ato. E di që një njeri që mban urdhërimet do të lumturohet edhe do të bëhet një person më i mirë. E di që Joseph Smithi ai ishte zgjedhur nga Perëndia për të rivendosur kishën e tij këtu në tokë. E di që libri i Mormonit është i vërtetë, e di që Bibla është fjala e Perëndisë, dhe nëse ne lexojmë për ditë shkrimet e shenjta, e di që ata do të na ndryshojnë jetët. Dhe i them këto në emrin e Jezu Krishtit, amen. Amen. Më jam shumë mirëse për dëshminë tënde, më duk sikur ishe në mision dhe po dëshmoje. Po, jam mirëse që ti e ke ruajtur gjithë të dëshmi që ke marrë gjatë misionit dhe arrin ta ndash me ne. Me të vërtetë Jezu Krishti është shpëtimtari ynë dhe libri i Mormonit është i vërtetë dhe të ndjekurit planit e Perëndisë të mbajtja urdhërimeve është ai çelësi që të na ndihmoj që të jetojmë edhe një herë me atin qiellor. Kështu faleminderit. Okej, kemi ardhur në fund. Doja dija se çfarë do të thotë për ty Tyson që ti je një shenjtor i ditëve të mëvonshme.
Po, mendoj që kisha unë qëtë kisha e Jezu Krishtit e shëntorëve të ditëve të mëvonshme. Edhe është një privilegj shumë e madhe që mund të ndajmë titujt tonë edhe me Jezu Krishtin, që është kisha e Jezu Krishtit edhe është kisha e shëntorëve të ditëve të mëvonshme. Në qëse duham që të jemi të denë, që të ndajmë këtë titull me Jezu Krishtin, duhet të jetojmë sipas parimave të tij. Edhe unë mendoj që nuk duhet të jemi, nuk është kërkuar për ne që të jemi të mamë të shenjtë si Jezu Krishti, nuk duhet të jemi të përkryer, por me Jezu Krishtin mund të shenjtërohemi edhe mund të bëhemi të mamë shenjtore të ditëve të mëvonshme, edhe shenjtoret në kishën e tij në këto ditë të mëvonshme. Shumë faleminderit, e vërtet, unë mendoj që ti je një shenjtor i ditëve të mëvonshme shumë mirë, jo perfekt sigurisht, po përpiqesh, je një djalë shumë i përulur, të shikoja edhe gjatë misionit tënd, një nga misionarët më të sjellshëm që kam njohur, shumë i dashur, me dashuri për njerëzit, kështu që mendoj që ti je në rrugën e duhur për të bërë një i rritur shumë i mirë dhe njëri që e jeton në Ungjillin dhe e shpërndan letë me tjerë. Se faleminderit që zgjodhe të ndash dëshminë tënde këtu me ne dhe që ishe pjesë e podcastit. Faleminderit shumë për mundësinë. Po, shumë faleminderit edhe nga ana ime Tyson, ka qenë kënaqësi që të dëgjoj rreth eksperiencës nga shërbimi jot në Shqipëri si misionar, por gjithashtu edhe nga jeta jote personale dhe kam mësuar shumë, sidomos faktin siç e përmendë vetë që nuk janë ato gjërat e mëdha ose madhore që na ndikojnë në rritjen tonë shpirtërore, por siç thotë shkrimet e shenjta, nëpërmjet gjërave të vogla dhe të thjeshta, gjëra të mëdha bëhen. Dhe unë mendoj që kjo ka qenë rrugtimi i besimit tënd. Edhe faleminderit që ke qenë një shembull i shkëlqyeshëm i misionarëve, sepse siç e tha dhe Nida, më thënë janë ato figura misionare që mbeten akoma edhe pasi ti shkon në shtëpi, si thua, shëmbulli jot vazhdon të mbetet me anëtarët, kështu që faleminderit për çka që ti ke bërë. Faleminderit shumë. Okay. Mirë, ne falenderojmë dhe njerë të ftuarin ton Tyson Brinkenhoff dhe ju miq të dashur që ndoshë këtë episod numër 75 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën tonë për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Mos harroni që të na ndiqni në kanalet tona zyrtare në YouTube, Spotify dhe Apple Podcast për të mos humbasur episodet e ndryshme që ne publikojmë. Nëse ju doni të merrni pjesë në këtë podcast ose njihni dikë që do të marrë pjesë, na kontaktoni në rrjetet tona sociale ose në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.